kur Prokuroria Speciale merr angazhime profesionale dhe i merr me seriozitet punën e saj, suksesi nuk mungon. Me vetë faktin që kemi një koordinim mes prokurorisë, AKI-s dhe policisë, aty nuk mungon suksesi. Dhe kjo tregon që institucionet e drejtësisë me një bashkëpunim dhe sinkronizim të punës të tyre nuk mungon rezultati. Pastaj arrestimi i tillë tregon se institucionet e drejtësisë në Kosovë janë prijetare në raport me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe kësaj, domethënë institucionet e drejtësisë e kryejn punën me zell dhe me fisnikëri e me profesionalizëm. Prandaj arrestimet e tilla për korrupsion, marrje të rishvetit të tjera është një vazhdimsi e punëve të institucioneve të drejtësisë ku krimi organizuar, korrupsioni, spionazhi dhe gjërat të cilat e rrezikojnë mirëqenien e popullatës së Kosovës ose edhe të sigurisë kombëtare të vendit tonë nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Një lajm shumë i mirë, sepse paraligjit duhet të jenë të gjithë barabartë dhe paraligjit nuk ka imunitet që nga presidenti, kryeministri, ministrat dhe gjithë varësit e tyre. Prandaj kjo tregon se ligji në Kosovë dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës funksionon dhe se paraligjit të gjithë janë të barabartë.